Mirëmëngjesi Fatjona, mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Siç e përmende edhe ti, me 26 korrik liçeni i Batllavës do të jetë një koqir i garës ndërkombëtare Kosova Sprint Triathlon, e cila pritet të mbledhë sportistë nga Kosova dhe vende të ndryshme të botës. E për organizimin e kësaj gare, e këtu e kemi sekretarin e Federatës së Triatlonit, Zotri Gazvend Maxhuni. Mirëmëngjesi Zotri Gazvend. Mirëmëngjesi për ju edhe për të gjithë ata që po e përcjellin këtë emision drejt për drejt. Tregona pak më shumë rreth garës, se çush ka mu zhvillu, kur dhe në si do të zhvillohet. Me 26 korrik duke filluar nga ora 9 në mëngjes do të fillon gara Kosova Sprint Triathlon, të cilën e organizojmë për të 6-ën herë me radhë, them kështu. Gara do të zhvillohet në liçenin e Batllavës, presin një pjesëmarrje të 120 dhe 140 sportistë nga vendet të ndryshme të rajonit dhe botës. Po për të gjithë shikuesit që nuk e kuptojnë saktësisht fjalën e triatlonit dhe Federata e Triatlonit siç e keni edhe ju, tregojna pak për të gjithë shikuesit se çka do të thotë tamam fjala e triatlonit. Fjala triatlon ose triatloni është bashkuar nga 3 sporte të ndryshme, me notin, ciklizmin dhe vrapimin të triat së bashku. Një garus do t'i kaloj 750 metra not, 20 km bicikletë dhe 5 km vrapim për të një gare përfunduar. Po tregona pak se sa është e rëndësishme për Kosovën që të ketë kësaj lloj organizimesh që të marrin pjesë edhe vende të ndryshme të botës. Çdo organizim, qoftë triatlon apo çdo sport, bën një promovim të vendit tonë, si në arenën ndërkombëtare po ato botërore, që është në interes shumë të madh për neve, edhe për sportistët tanë gjithashtu, duke marrë edhe një përvojë për sportistëve të ndërkombëtar, rreth si po e zhvillojnë ata garen, gjithashtu edhe sportistët tonë e klubet të triatlonit. Po tregona pak se a janë përgatitur klubet dhe tregona pak sa klube gjithsej janë në Federatën e Triatlonit. Në Federatën e Triatlonit të Kosovës janë gjithsej 8 klubet të licencuara nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport. Sa i përket sportistëve tonë, është hera e tretë që Federata e Triatlonit i çon në kampe përgatitore sportistët e sportit të triatlonit, ku mendojmë që janë të përgatitur maksimalisht për të dhënë më të mirën për fillimisht për veten e tyre dhe për vendin tonë Kosovën këtë rast. Por ato klube që do marrin pjesë si të vendit tonë dhe të vendeve të tjera, tregon pak se cilat janë ato çmime që do i marrin. Po, për se njëjtën kohë ne organizojmë edhe garë ndërkombëtare, Kosova Sprint Triathlon është garë e hapur për të gjithë. Mirë po kemi edhe kampionatin vendor ku marrin pjesë vetëm klubet e Kosovës në sportistët e tyre. Çmimet do të jenë për garën ndërkombëtare do të jenë 700, 500, 350 dhe 100, në total 3500 euro, kurse te kampionati i Kosovës janë gjithsej 2400. Tregona pak se a kanë gjallë interesim vendeve tjera poshtë të Kosovës për me marrë pjesë dhe cilat vende? Po, kanë shpejgatëshmëri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë pjesëmarrë, nga vendet e Ballkanit kuptohet që edhe gjithashtu edhe nga Turqia, Bullgaria, Malizi, Maqedonia, Shqipëria e tjera. Edhe të e pas parasysh se gara do të mbahet në liçenin e Batllavës, si do të jenë dhe cilat do të jenë masat e sigurisë që ata garues të jenë dhe ata shikues që do jenë prezant të jenë sa më të sigurt. Se çdo herë tjetër edhe këtë herë fillimisht e kërkojmë një ndihmë nga policia e Kosovës, ku çdo herë kemi mbështetës kryesor. Gjithashtu edhe nga komuna e PDE-s, e cila na vjen stafi mjekësor, domethënë gjatë të ditës qëndron rreth organizimit atë. Rastisht nëse ka ndonjë nevojë për ndihmë të parë, gjithashtu kemi ndihmë edhe nga shoqata për kërkim shpëtim e Kosovës, ku do të vijmë me një numër të konsiderueshëm të zhytësve, domethënë se pjesa thom ashtu masë rreziku, po jo edhe shumë se të gjithë dinët konsiderohet pjesa e ujit ato, ku do të garojnë 750 metra secili garues do të jetë një gjatësi goxha e madhe, mirë, po pavarësisht asaj na i qesëm qesëm një litarën për mirë, po edhe do stiropolla nuk po di se si t'ju them kështu në gjuhën më të kafshë, më të kuptueshme, mirë, po domethënë që siguria është nivelin e parë. Cilat grup mosha do të jenë që do marrin pjesë në këtë garë, prej cilës moshë? Nga 16 vjet e lartë, domethënë secili që nim veten të gatshëm, mund të bashkohet mund të regjistrohet në Kosova Sprint Triathlon, ku është regjistrimi ende hapur ndaj javën e ardhshme deri në ditën e 8.
Dhe prej sa ora fillon gara dhe sa pritet të mbaroj për të gjithë ata shikues që dëshirojnë të vinë dhe të ndjekin garën prej së afërmi? Po gara kuptohet që starton në ora 9, mirë po nga ora 7 deri në ora 8:45 fillon regjistrimi sportistëve, konfirmimi i tynës, pavarësisht që ndërregjistruar nëpërmjet rrjeteve ose platformave të ndryshme tona, të cilat i posedojnë. Do të vinë ato, do të marrin numrin garues, çipin dhe do të konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre në garë. Por së fundmi sa është rritur interesimi për sportin e triatlonit në Kosovë? A mendon se është rritur apo është si çdo herë? Duke marrë parasysh mbështetjen e Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport, të cilët i kemi në mbështetës kryesor tonë, ajo po na jep neve një hapësinë shumë të madhe në mjetët që na jep neve si federata dhe gjitha federata tjera. Krijojmë hapësinë sa më shumë, domethënë bazë të mjetëve që i posedojmë, krijojmë secila federatë hapësinë sa më shumë, qoftë me organizime vendore apo pjesëmarrje ndërkombëtare ku janë për falënderim. Sa klube janë gjithsej në federatën tuaj dhe sa prej cilës mosh i keni nxënësit ose sportistët atë? Në për 7 qendrat kryesore të Kosovës kemi ose rajonet e Kosovës kemi klubet tona ku secili klub ka grup mosha të ndryshme, duke filluar nga më të vegjëlit atë nga 10 vjeçar deri në moshë të shtyr, ka edhe 75 vjeçar në për klube. A marrin pjesë në për gara, tu e marrë parasysh për shkak të moshës? Po marrin pjesë në gara, mirë po ne organizojmë edhe gara tjera në Kosovë që është disiplina duatlon, që në kupton që duatlon 2 disiplina, kemi vrapim, bicikletë vrapim. Nëse shumë që një pjesë e madhe sportistëve nuk din ende natë apo nuk e kanë atë sigurinë, ne kemi edhe këto gara që organizojmë, po ashtu edhe me këto gara marrim pjesë jashtë Kosovës. Dhe ju së fundime keni qenë edhe një garë tjetër në Barcelonë, nëse nuk gaboj. Tregona pak për atë garë, si është zhvilluar edhe çfarë pritet prej asaj gare dhe çfarë marret. Po javën e kaluar kemi qenë në Barcelonë, ku kemi marrë pjesë në kampionatin evropian të multisportit në shumë disiplina. Kosova është përfaqësuar nga 3 sportistë tonë më të mirë, elit, me Albionin Merin, Genci Sufin dhe Amar Maxhonin. Albion ka garuar në disiplinën elit, Genci në kategorinë U23 dhe Amarin në kategorinë junior. Të tretë kanë garuar në disiplinën se u habita pak më herët në sprint duatlon, që në kupton 5 km vrapim, është 20 km bicikletë dhe 2.5 km vrapim. Albioni ka përfunduar me 55 minuta garen, që është shumë mirë. Genci Sufi me 1 orë 2 minuta dhe Amar Maxhoni si pak më i ri se ta me 1 orë 5 minuta në një atmosferë shumë të mirë, me një organizim perfekt, them kështu. Gjithashtu edhe me temperatura tepër të larta, ku ka ndiku pak në performancën e sportistëve tonë. Sa ishte problem dhe ka qenë për ta sot herë ka qenë që ka marrë pjesë në përgara dhe sa është rëndësishme gjendja emocionale për me marrë pjesë në këto gara? Po kthejna pak ma mrapa, federata është themeluar në vitin 2018. Në 2019 jemi me regjistruar në Ministrinë për Kulturën dhe Sport. Nga viti 2021 jemi të antarësuar në të gjitha organizatat botërore, qoftë ato botërore ose evropiane. Nga e kohë marrëm pjesë në të gjitha garat që organizon federata botërore dhe evropiane, ku e shohim ne interesin si Kosova dhe ku dalim më mirë. Kështu që sa i përket emocionit të sportistëve tonë, thuaj se nuk kanë fare. Janë të përgatitur edhe fizikisht edhe për çdo send që është rreth garës. Shpresojmë shumë zotri Gazman që kjo garë në liçen e Batllavës do të shkojë si është më së miri, edhe shpresojmë që të gjithë sportistët e triatlonit të kenë sa më shumë suksese, dhe për fund cili është mesazhi juaj për të gjithë ata sportistë që dëshirojnë të bëhen pjesë e Federatës së Triatlonit? Po faleminderit edhe një herë, faleminderit që ma dhat këtë mundësi, kështu që është kënaqësi për neve të informojmë të gjithë shikuesit tuaj që edhe shikuesit, edhe dashamirët të sportit, edhe ndonjë që veç kalon ato ditën e garës, e ftojmë të ndalet te përballë restorant liçenit ku organizojnë pjesën e garës ato, do të ketë pije, do të ketë ushqim, falas për të gjithë garuesit dhe pjesëmarrësit ato që janë afër. Mos e lejmë as kënd të kështu pa ushqim dhe pa pije. Rreth regjistrimit mund të regjistrojnë të gjithë garuesit nëpërmjet
Facebookut, ato janë linqet ku secili garus ose secili dashamirës i sportit që një veten mirë e që ka qep në orme me garu mund të regjistrojë deri ditën e të javës së ardhshme. Faleminderit shumë edhe një herë për të gjitha këto informacione dhe shpresojmë që çdo gjë të ju shkojë mirë. Faleminderit edhe ju. E tani Fatjona me të gjitha këto detaje po e kaloj linjën tek ju në studio.